fjala jote kur është përhapur në rrjetet sociale ka qenë shumë popullore. Ndonë se ti në thelb po përcjellje pak a shumë tindi shqetësim si deputet tjerë të opozitës, domethënë për paligjshmërinë e mbylljes së seancës kaluar për pamundësinë për të folur e kështu me radhë. E shtrohet pyetja pse. Pra, pse një gjë kur e thua ti me artikulimin tënd, peshon 1000 herë më shumë se sa kur e thot Flamur Noka ose deputet tjerë të PD-s apo partive të tjera. Dhe këtu nuk është vetëm përmbajtja asaj që thua, nuk është vetëm stili që ti përdor për të folur, po edhe autoriteti moral që ke në atë sallë. Pra ti aty je tamam si përfaqësues i ndershëm i popullit, si përfaqësues edhe një partie që ka një reputacion shumë të mirë në shoqëri dhe që, do të thënë, fjalat peshon. Këtë kam thënë edhe kur pyesin gazetarët, thoshin Redi Mushi do jetë 1 mes 140-ve, çfarë do bëj? Dhe mendojnë sikur parlamenti është si të shtysh makinën, do të thënë 139 janë nga një anë, ti nga ana tjetër, e sigurisht që ata do e shtyjnë makinën më fort se ty. Jo, parlamenti është ndryshe, sepse nuk ka rëndësi sa zëra je. Pa sasia ka rëndësi vetëm te vota. Pa aty, në moment që një parti ka minus 71, s'ka rëndësi fare pastaj sasia. Parlamenti është një hapësirë cilësie. Pra, kush e thot, si e thot, sa i peshon fjala. Dhe unë vërtet jam i gëzuar që përmes asaj është fjale, edhe të ndërprerë në mes, se Niko Peleshi nuk i ndërpreju ata shokët e vet, kolegët e vet, hunjt e tjerë si vetja të partive tjera, ty të ndërpreju, ama njerëzit vlerësuan.